Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat ka denoncuar krijimin e shoqërisë Albanian Digital Solution, e cila do të jetë në varësi të Akshit. Sipas liderit të Selis Blu, me këtë kompani po përdoret e njëjta skemë si me Kajon, duke i dhënë mundësi që të lidh kontrata me kompani private. Motivi sipas Berishës është i qartë, vijimi i vjedhjes i familjes Rama nëpërmjet Akshit. Aktet themelimit të kompanisë i japin asaj të drejtë që jo vetëm të bashkëpunojë me privat, por të krijojë dhe kompani në bashkëpunim me privatët pothuajse pa asnjë kufizim. Dokumentet e ADS janë thuajse identike me ato të Kajos dhe këto dokumente lejojnë që ADS në fushën e teknologjisë të krijojë të njëjtën skemë që krijoi Kajo në fushën e mbrojtjes. Kompania nuk ka bërë gjë tjetër veç se krijoi kompani të tjera me privat, siç është Ronifet. ADS-ja është pra modeli i korrupsionit absolut, në mënyrë që familje pangopur Rama të vazhdoj të transferoj në kontot offshore qindra e qindra milion euro të tjera. Lideri i Partisë Demokratike u shpreh se krijimi i Albanian Digital Solution është bërë pa një VKM dhe pa përcaktuar asnjë rregull për funksionimin e saj. Për ngritjen e ADS-s, minjerës Florini Tedi Rams nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave, i cili do të pasyronte qartë kompetencat e këtij institucioni. Është një mënyrë e gjetur për të kanalizuar fondet drejt kompanive të Bagros apo Kunatit të lindës së Surrelit. Siç tha më lart, për ADS-n nuk ka asnjë ligj dhe asnjë vendim qeverie që të përcaktojë dhunëtarinë e saj. Të gjitha janë lënë në dorë aksionerit kryesor të saj, Akshit të lindave famoze. Teksta komentoi vendimin e kushtetueses për të mos pranuar kërkesën për komisionin hetimor me Gonigal, Berisha tha se çështja do të dërgohet në Strasburg. Zbatoj porosinë e Edi Rams. Të bllokosh hetimin e një skandali të përmasave më të mëdha ndërkombëtare, de facto rekrutimin me korrupsion të njeriut më të rëndësishëm të kundër inteligjencës FBI-t, dhe përdorimin e tij kundër opozitës, kryen ose merr një vendim më të papërgjegjshëm që mund të marrësh. Në atë vendim mund të ketë ndikuar edhe direkt lidhje të gjykatësve me Gonigalin. Edhe ne do ta hetojmë këtë punë. Do ta hetojmë, do e çojmë në Strasburg. Atë vendim ne do e çojmë në Strasburg.